kemi shoqe! Si ja kaluat sot për një qeshorin, sepse unë jam kënaqur super shumë. Përshëndetje edhe nga unë Pumbi, edhe unë kam kaluar një ditë super të bukur, me miq të mirë, të cilët e bën ditën time shumë të bukur dhe shumë të gëzuar. U kënaqa shumë! O Pumbi, sot ne do të kemi të ftuar në emision përsëri artiste të vegjël. Jehona e festivalit të fëmijëve shumë e madhe. Sa mirë! Sot kanë ardhur fëmijët këngëtar të qytetit së fëmijëve, të cilët janë shumë të talentuar. Po, si fillim, le të njohim mirë kush janë ata. Ejani Kalamaja! Ejani! Përshëndetje! Bukurosh që me xixha si të quajnë? Matisa. Matisa. Shumë emri bukur. Faleminderit. Matisa, u kënaqet për festën e një qershorit? Po, u kënaqa shumë. Më shumë se ne të dy u kënaqe? Po. Shumë bukur. Na gënjen. Qofse je më shumë se mua, atëherë ku kemi altim? S'kemi altim, si e kënaqur? Miropafshi. Matisa. Bukurosh, si e ke emrin? Kevin. Kevin. Si na i Home Along. Sa djali bukur që në këtë ti. Evi, qarë të pëlqen të Kilip? Qarë të pëlqen më shumë të besh? Të këndoj. Të këndosh, sa bukur! Do të kënaqemi sot me këngë. Do kënaqemi. Miropafshi. Një princeshë me zemër, mu në zemër. Mu në zemër. Si e ke emrin? Unë e kam emrin Dea. Dea e butrin ti. Dea, po ty çfarë të pëlqen më shumë? Ma më pëlqen shumë të lexoj libra. Libra. Po nga festa e një qeshorit, si kalove? Unë kalova shumë mirë. U kënaqet? Po. Faleminderit. Miropafshi. Edhe ty të pëlqen të këndosh? Po, shumë. Emri si e ke? Erdio. O Erdio, po vetëm të këndosh në një dëshirë, në një pasion tjetër keti? Më pëlqen shumë të lexoj libra. Bravo! Sa bukur! Cili është libri i fundit që ke lexuar? Po. Është Ohmore Bubulina. Bubulina, faleminderit. Miropafshi. O, sa bukur, ke shoqja tonë me mirë, se ka shokët tonë në këmishke. Në këmishke një lepurush. Një dhelë për një lepurush, shumë lulka, jemi si kundu jemi si në prullin tonë. Si e ke emrin? Rajla. Sa flok të bukur, Rajla, do m'japësh dhe mua? Pa. Faleminderit. Pasbuke, mirë, si të duash. Rajla, u kënaqe me festën? Shumë. Bukur? Po. Po shpirtin. Hajde, miropafshi. O Pumbi, me bas që kjo është basketbolist. E po derisa ka këto numra në bluz, pa tjetër që do merret me ndonjë lloj sporti. Është mi gjatë se mua. Jo. Ja, ta pyesim. Më thua si të quajnë? Ma më quajnë Francesco. Çfarë të pëlqen ty? Futbolli. Ne tham basketbolli, po dhe futbolli dhe basketbolli në të sporte janë. Të dy me olli mbarojnë. Me olli mbarojnë. Po tjetër çfarë të pëlqen? Edhe basketbolli dhe volejbolli. Su nga bua. Urojmë të bëhesh një basketbolist, një futbolist, një volejbolist shumë i madh. Po në shkollë cilë të pëlqen më shumë? Matematika. Më zuri koka. Miropafshim. O Pimi, po shiko kjo vajza, i kanë zbritur në fustanin e saj, yjet dhe hana. Shikoj miruna? Pa më thuaj qiell e ke emrin? Amelia. Amelia, e ke veshur këtë fustanin e bukur se kështë festën e një qershorit? Po. Sa bukur! Shumë mirë, Amelia. Amelia, çfarë të pëlqen ty më shumë? Më pëlqen të vizatoj. Sa bukur, do na bësh ne të dyve një pikturë. Po. Po vetëm mua do më bësh çik më të bukur. Edhe mua të më bësh të bukur. Mua më të bukur. E më mirë, ty të bëjmë të bukur. Faleminderit, Amelia. Përshëndetje. Po ty princesh si të quajnë? Sofiela. O Sofiela, po të dhëmbin flokët ti kur i kreze, i ke shumë të gjatë, ne i kemi të shkurtër. Më dhembin pak. E po mami tregoj të kujdesshme. Po. E ke gjë Rapunzelin? Po. Çfarë ke? Çika flokët e gjata e njësoj, bravo. I bëj fala dhe nga ne. Mirë. Po. Miropafshim. Ertran vera, se bluza jote plot me lule shqera. Në qerën si të quajnë? Etea.
O e Tea. Do më dhurosh një buzëqeshje? Hi, sa bukur. Shumë bukur. Bravo e Tea. Që mos kesh emocion, mandaj. Luan me shoqet? Po. Bravo, bravo. Sa më pak telefon, sa më shumë lojna. Çfarë të pëlqen ty më shumë? Të vizatoj. O, sa Bravo. bukur, dy piktorë, do mbash edhe mua një pikturë të bukur shumë. Do na vesh. Po. Faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim. Ua një balerin, Balerin se fustanin si balerin më duket e ka. Emrin si e ke? Solej. Solej, diell. Ti e dielli i jetës së mamit tënde edhe të ne shoqërisë. e ndojmë emrin bashkë. Mirë. Do të quajmë Pimbi, ty mua Solej, me që qenë ka diell. Po Pumbi të pëlqen? Po. Jo. Pimi Pumbi, jo, ne me shok. Më thuaj Solej, çfarë të pëlqen ty më shumë? Të pikturoj. Bravo, tre piktorë, do na bësh të neve. Mirë. Faleminderit. Mos haro, mirupafshim. Çfarë të pëlqen ty? Të bëj me kitarë. Oh, sa bukur. Do bësh kitariste? Po. Sa ndarëm emisionin, do luajmë bashkë një këngë në kitarë. Mirë. Mirupafshim. Mirupafshim. Mes duar tropitjesh ka nisur dhe puntata e radhës në shtëpizën tonë të bukur, Pimbi, Pumbi dhe miqtë e vegjël. Jehona e festivalit të fëmijëve, Fest 58 në Teatrin Andon Zako Çajupi, është ende i gjatë, sepse ne po ta mbani mend nga era e kaluar, në datën 31 maj kemi patur miq të cilët kanë qenë fitues të këtij edicioni në çmimet e para, të dyta, të treta, por dhe fëmijë të cilët kanë marrë certifikata të ndryshme në këtë kompeticion. Ndërsa kësaj radhe kemi një pjesë tjetër, kemi këngëtar, por kemi dhe fëmijë të tjerë të cilët janë në kor ose në komplekse të vogla të cilët shoqërojnë miqtë e tyre gjatë performancës së tyre në skenë. Si fillim, unë dua të bëj prezantimin e miqve të mi si gjithmonë, që janë Pimbi dhe Pumbi. Përshëndetje Pimbi dhe Pumbi. Përshëndetje. Përshëndetje, si ke kaluar Pimbi? Si ke kaluar? Jemi super kënaqur. E di, jeni kënaqur për një qershorin. Do më tregoni se ju pash nga fotot që keni kaluar shumë Si me bukur. vesën abajtarës, por nuk do të tregojmë. Për atë do të flasim jo kësaj radhe, se nuk dua të prish gjithë humorin e ditës me këta fëmijë, me atë nga tresën që bëre ti për festën tënde të abetares. Gjithsesi, përshëndetje Tea. Përshëndetje Onida, përshëndetje gjithve, përshëndetje Pimbi Pumbi, Përshëndetje Tea. përshëndetje fëmi, përshëndetje profesor. Atëherë, Përshëndetje. sot të ftuar ne tham që kemi këngëtar. Të gjithë këta që shihni këtu janë artistat e së ardhmes, të cilët do të nderojnë jo vetëm skenën e Teatrit Çajupi, por në të gjitha skenat ku ata do të performojnë kur të rriten, sepse janë vërtet të talentuar. Janë nxënësit, janë fëmijët më saktë e grupit të muzikës tek Qyteza e fëmijëve, në drejtimin e profesorit dhe të gjithë e njohin kush ka qenë në Teatrin Andon Zako Çajupi, apo tek Qendra Kulturore Mjal Grameno, apo tek Qyteza, të gjithë e njohin Zhani Llogorin. Faleminderit dhe mirë se Faleminderit erdhët me juve për grupin tuaj të ftesë. mrekullueshëm. Faleminderit shumë, respekt. Më ndihmo pak e dashur. Faleminderit Rajla. Profesor, Urdhëro. vite punë. Fëmijë të cilët kanë kaluar në dorën tuaj njëri pas tjetrit. Fëmijë të cilët janë rritur dhe janë perfeksionuar në sytë tuaj. Si një ekspert në fushën tuaj, keni spikatur ndoshta dhe fëmijë të cilët sot janë në skena të ndryshme, jo vetëm në Shqipëri, por dhe jashtë. Unë do doja ta nisja me pyetjen e parë. Sa vite keni që merreni me këtë profesion dhe sa breza keni kaluar? Me këtë profesion unë merrem pa ndërprerje në shtator tani të këtij viti, unë bëj 24 vjet. 24 vite. Vërtet shumë. Shumë vite. Si jeni ndjerë në gjithë këto vite? Po, jam ndjer i lumtur, sepse jam marrë me fëmijë dhe vërtet puna ime është e lodhshme, se ke të bësh me fëmijë që kanë të dhëna, po dhe nuk kanë të dhëna, por me durim, me sakrificë, me punë, gjithçka arrihet. Gjithçka arrihet. Po. Do të pyes kap më pas për këtë pyetje, nuk do t'ja u bëj ju. Vazhdon Tea me pyetjen e Po, radhës. pyetja e radhës Urdhëro. është, kur ka lindur dëshira juaj për të marrë me muzikë? Dëshira Themi ime vite pas, a? Po. Na Dëshira tregoni pak ime për fëmijërit ka nisur që në klasë të dytë fillore. E kam nisur në ish shtëpia e pionierit dhe kam hyrë në instrumentin e mandolinës. Po për arsye se më vriteshin gishtat
nga telat. Në një periudhë të vogël 3-4 muaj e lash dhe kam nisur fizharmonik. Pastaj fati tim i mirë ishte që isha në shkollën e muzikës, atje kishte klasë muzike dhe kisha një mësuese që Perëndia ta ndi, zonjë grua dhe sillesh e sinenë me ne Lefkothe Zeqa. Nga ajo kam marrë mësimet e para të rregullta për fizharmonik. Më pas, Pastaj në shkolla, studimet e mia në shkolla e muzikës me profesor Piro Vison, po dhe para se të vinja në shkollë në muzika dhe me profesor Viktor Çani. Kam marrë mësime në fizharmonik. Zotin Piro Visa e kemi patur para 2 puntatash. Po, ka qenë mësuesi im për 4 vjet. Do më thanë, kaq breza ka kaluar, sa ju jeni bërë vetë mësues dhe kujtoni mësuesin tuaj. Shumë mirë. Forca Pimbi. Po, profesor Zhani, Urdhëro. a është e vështirë të merresh me fëmijët? Po e vështirë është se asgjë s'është e lehtë. Po me fëmijët është akoma më vështirë se ka fëmijë që janë të përgatitur, ka që janë, kanë problemet e tyre, vinë nga stresat të ndryshme shoqërore, vinë nga qyteti, vinë nga fshati. Dhe gjithçka duhet parë me përparësi dhe atje në klasën time ju kam thënë këtyre fëmijëve, po dhe atyre që kanë kaluar, që tani janë bërë dhe të mëdhenj dhe janë rritur, kanë krijuar dhe familje, që atje në atë klasën nuk ka ndryshim, se je me madhësi të ndryshme trupore, se je Sa bukur, atëherë mund të vim edhe në të dy. Të vime? Të vini jeni të mirë pritur. Faleminderit. Asgjë. O xhaxhi profesori, Urdhëro. mbani mend emra fëmijë që sot janë bërë këngëtar të njohur, këngëtar të mëdhenj. Po tash disa prej këtyre këngëtarëve, një vajzë më duke se vazhdon të këndojë ajo ka ikur në Amerikë, Oh, bravo. me mbiemrin Nameti. O, sa mirë, na bëj qefi. Disa fëmijë të tjerë që unë i kam patur në Nxenë, që tani janë rritur, ata performojnë në për lokalet e qytetit, ose edhe në lokalet në Tiranë. Sa të lumtur që jemi që janë bërë të sukses shumë fëmijë që ke patur. Kur kthehen, a ju takojnë? Po një pjesë edhe na takon, një pjesë varet Edhe mundësia edhe dhe koha e mundësia, tyre. po. Dhe koha e tyre. Sa për kohën, unë e kuptoj që jeni të angazhuar, sepse nga biseda që ne kemi zhvilluar bashkë përmes telefonit për ardhjen këtu, ka qenë pak e kufizuar, sepse ju jeni totalisht e angazhuar në përgatitjen e fëmijëve. Po, sepse ne bëjmë çdo ditë kurse atje në qyteza, dhe fati tonë i mirë dhe i këtyre fëmijëve dhe atyre që do vinë që është bërë një ambient që e ka zili gjithë Shqipëria, është i vetmi në Shqipëri. Dhe ka kushte të papara që fëmijët mund t'i thonë të flasin vetë, se ne kemi qenë në një godinë tjetër më përpara, po s'ka lidhje me atë godinë. Domethënë ishim shumë poshtë, tani jemi në dritë. Jeni në dritë, po. Dhe për këtë do të falenderoj bashkinë e qytetit, sepse nga një ambient që ishte i tërë i zhurkuar nga barërat, nga bagëtit që vinin, me dhera, me plera, ajo është bërë një kryevepër. Është bërë në qendrën më të bukur të fëmijëve në të gjithë Shqipërinë. Po, s'ka të tillë. S'ka të tillë, po, vërtet. Dhe ne kemi bërë shumë kronika si Rrët të Shëkorça tek qyteza e fëmijëve dhe të gjithë kemi parë ato ambiente. Dhe është shumë bukur që fëmijët mësojnë jo vetëm në kursin e pikturës, por dhe në kurse të tjera në ambiente komode të krijuara nga bashkia. Atëherë, forca. Që do të bëj unë është. A është e vështirë të kompozosh një këngë dhe si e kompozon atë? Po ka disa mënyra për të kompozuar një këngë. Një nga mënyrat është të kesh tekstin përpara. Një tjetër është që të krijosh melodin, pastaj ti përshtatet teksti. Ka dhe një mënyrë tjetër që je në një ambient dhe të krijon emocione, atje mund të kompozosh diçka. Të shkruash melodin. A është e vështirë? E vështirë, po. Kompozitorët kanë një moment të tyre të frymëzimit, në mënyrë që të hedhin. Kur e keni më të shpesh këtë moment? Në qetësinë tuaj, në praninë e fëmijëve, apo në orët e vona të natës? Ajo është, unë kam patur edhe në raste të tjera, domethënë, po tregoj diçka, kam qenë në një
bë një koncert në shkolla Azdreni, shumë vite përpara, dhe ka qenë një vajzë që kishte probleme e gjora, kishte prindrit të kishte ndarë, dhe kishte krijuar një poezi për këtë fenomen, për maman e saj dhe për babajnë e saj. Dhe në moment nisi ta recitonte, i thash të lutem recitoj edhe njërë, dhe ajo recitonte poezinë, unë sa po shkruanja dhe atë këngë kam bërë në festivalet të vit. Është bërë në festivalet të vit, po ka një moment, një muzë frymëzimi dhe një çast të caktuar për të gjithë muzikantët. Forca, Pimbi, kemi pyetje për profesorin? Po. Hajde pra, jepi forca. Sa kohë ju merr angazhimin në një konkursi që është festivali i këngës, ose një koncert, çfarë do? Po çdo edhe koncerti mi thjesht ka predispozicionin e tij dhe kohën e tij që duhet t'i kushtosh. Kurse festivali do më shumë. Sa ju është dashur për Fest 58, sepse ju keni marrë pjesë me disa këngë. Unë një këngë kam patur, po, një këngën time dhe disa këngë të tjera që për fëmijët që u mësuan, po të paktën besoj një muaj fëmijë që u morë me këngët. Xhaxhi profesori, kur keni qenë i vogël, çfarë dëshire kishit të bëheshit kur të rriteshit? Ja këtë që jam bërë tani. Bravo, shumë. Nuk kishit në një dëshirë tjetër? Tani, njeriu në fëmijët në këtë kohë kanë shumë mundësira. Ne në atë kohë kur ishim fëmijë, kishim hapësirat i kishim shumë të mbyllura, sepse një shtëpi pioneri ishte, edhe këto klasa sportive, dhe atje si duket goditi që... Ishit atje. Atëherë, pyetjen e fundit. Në qytet ka shumë fëmijë të cilët janë pjesë e qendrës Mihal Grameno, të cilët këndojnë në festival. Një pjesë janë të angazhuar tek qyteza e fëmijëve, por në këtë studion tonë të vogël kanë ardhur dhe shumë fëmijë të cilët kanë kënduar, kanë marrë mikrofonin dhe kanë thënë dua të këndoj një këngë, që vërtet kanë patur një zë shumë të bukur, të paktën me aq sa kuptojmë ne. Nuk kemi profesionist. Çfarë do të sugjeronit të gjithë atyre prindërve të cilët kanë fëmijët e tyre dhe kanë pasion të kënduarin? Është ajo dëshira që kur jemi në obor të shtëpisë nisim të këndojmë, kur jemi në dush nisim të këndojmë, apo ju këndojmë motrave dhe vëllezërve? Ka shumë fëmijë të tillë, zoti Zhanit. Çfarë do të sugjeronit prindërve? Unë prindërve ju them diçka. Sillini fëmijët në atë qendër, në qytetin e fëmijëve, sepse vetëm gjëra të mira do mësojnë një zanat në fundit, do merren me artë dhe nuk do merren me gjëra të tilla siç është celulari dhe rrjetet sociale që po bëjnë çuditëra, që nuk e di ç'të them në fjalë tjetër. Dhe çudia më e madhe bëhet në qytete sepse nga një fëmijë që hyn për herë të parë del një fitues i një festivali dhe një talent në të ardhmen, apo jo? Po atje s'është dhe më fal, aty ka dhe dek të tjera që po kemi Tea në violinë. Në violinë dhe unë kam shumë përpara në qytetin e fëmijëve. Domethënë atje përgatiten dhe janë, si mund të thuash, lëndë e parë për shkollën e muzikës, si në art, në muzikë, ashtu dhe në pikturë. Dhe në pikturë. Në artet pamore. Dhe në artet pamore. Zoti Zhani, unë ju falenderoj që ishit pjesë e këtij emisioni, por kisha edhe një pyetje kush të doj nga fëmijët të më përgjigjet. Si e shihni ju profesor Zhanin? Çfarë është profesor Zhani për ju? Tani do të them fjalë. Sa me sy të kaltra, jo se është këtu dhe keni frikë, harojeni. Zemër ma jep pak mikrofonin ti japim shoqe. Them unë. Jo, ti jo. Është shumë i mirë se do na marrë dhe ne të dyve. Kjo është servilizëm. Kjo quhet servilizëm. Po. Çohemi pak në këmbë dashur. Çfarë është profesor Zhani? Për ty. Unë mendoj se profesor Zhani është një profesor shumë i mirë, sillet shumë mirë me ne. Nuk na vërtet asnjëherë dhe na mëson shumë qartë këngët dhe tekstet që ne do të marrim për në të shkuarën, për në të ardhmen, si tash të shkuarën. Është një profesor shumë i mirë dhe i dashur me ne. Faleminderit. Dhe sillet shumë ëmbël. Sa bukur, të dëgjojmë edhe një tjetër. Forca Abigaila, ngritë dorën që pari. Që këtu ku je? Çohemi pak, shohim te kamera me llam të kuqe. Çfarë është profesori për ty? Profesor Zhani për mua është një njeri shumë i mirë që na mëson shumë këngë të reja dhe na ndihmon që të ecim përpara në të ardhmen. Të lumt, ja japim dhe Rea sepse Rea
Kënga e Reas, Eja të lozim, është orkestruar nga Zhani Llogori. Çojmë në këmbë ose mos u ngri, në rregull, vazhdojmë. Çati ku je Rea? Profesorin, unë e falenderoj dhe për këngë dhe për çmimin që më dha. Jo, nuk ta dha shumë çmimin, ta dha Juria. Për këngën që më orkestrove dhe ai sillet shumë më ëmbël me ne, edhe ne me këtë profesor do ecim përpara shumë herë. Unë sa falenderoj nga zemra. Shumë sheqer u hodh këtu më duket mua, shumë sheqer u hodh këtu. Shumë mjalt u hodh. Mos përmend Jo më mjalt. jo më mjalti. Mos përmend mjalt. Atëherë, është e vërtetë që ata që janë artistë kanë një shpirt të butë? Po unë nga herë ju them fëmijëve që nuk ndohet, goja vetëm transmeton çka zemra. Goja transmeton çka zemra. Në rregull, me këtë shprehje shumë të bukur të profesor Zhanit, ne mbyllim këtu këtë pjesë të parë. Japim duar trokitje profesor Zhani Llogori. Faleminderit. Shumë faleminderit që ishit pjesë e emisionit Pimbi, Pumbi dhe Miqtë e Vegjël. Ne do t'i dëgjojmë këngët që ju keni përgatitur me këta fëmijë në pjesën e dytë. Por më pas do të kalojmë në publicitet për të falenderuar ata që bën të mundur emisionin ton, si gjithmonë ëmbëlsim pafund pas Tiçeri Dajana. Kthehemi pas pak një super emision, përsëri do të kemi një koncert ashtu si herën e parë. Kthehemi. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë. Të pëlqevi profesor Zhani në Po, më intervistë? pëlqevi shumë. Ishte një profesor shumë i mirë. Ka që qetësh profesori edhe ati tek kursi juaj? Do me dhe nuk gënjyet me ato që thatë? Jo. Mos kishit frikë se ishte këtu apo jo? Jo, në rregull. Kini të drejtë, sepse edhe vite përpara kur kam qenë në moshën tuaj edhe unë, kam qenë tek kori i shtëpisë së pionierit, qendra Mjal Grameno, dhe profesor Zhani kishte po të njëjtin tip. Vetëm pak si shumë vite miri. Sepse eksperienca e tij fliste vetë 24 vite në këtë profesion. Ne thamë që jehona e festivalit të 58 është shumë e madhe, shumë fëmijë vazhdojnë të këndojnë këngët e tyre, por dhe të shokëve. Ky kor i bukur që ne kemi sot do të na këndojë këngë të tjera. Disa ndoshta do të jenë të përsëritura, por janë kompozime të profesor Zhanit dhe këngë të përgatitura me shumë dashuri nga profesori. Por si fillim, unë dua të uroj të gjithë fëmijët e qytetit të Korçës, të cilët pak nga pak në për festat e tyre po i japin lam të mirën abetares. Ju si jeni në klasë të pare, keni kaluar apo jo? Por ka fëmijë të cilët ende po vijojnë të bëjnë festat e abetares dhe momenti festës së abetares nuk është vetëm një lam të mirë e një libri të dashur për fëmijët, por është hap i parë drejt një bote të madhe të librit, të edukatës, të kulturës dhe të një bagazhi që fëmijët e krijojnë gjatë gjithë jetës së tyre. Por kjo nuk ndodh këtu tek ne, tek studioja jonë të paktën. Besoj se e keni kuptuar që unë ju kam thënë në festën e tij të abetares, Pimbi dhe Pumbi do të na recitonin vjershat e tyre. Por kjo nuk ndodhi. Unë dhe Tea kemi qenë në festën e abetares të Pimbit dhe të Pumbit. Do me thënë fëmijët kanë gënjeshtra nga më të ndryshmet në moment që duan të dalin nga një situatë. Kështu që unë kisha thënë se do ta çoja në një super drek të bukur dhe të shishme dhe të mirë, Pimbin dhe Pumbin, do me thënë do t'i qërasja, unë dhe Tea, Do i qirasnim, por do t'i qërasnim në qoftë se festën e abetares shkëlqenin. Por kjo s'ndodhi. Çfarë gënjeshtra shtoni ju kur doni të dilni nga ndonjë situatë? Po më dhe mbarku. Edea? Jam sëmur shumë. Tjetër? Më dhe koka. Tjetër? Kam temperaturë. Më vjen për të vjedh. Mja se na tulpuruar. Ma jep ta kalojmë këtë nga ana tjetër një mikrofonit të dëgjojmë ndonjë zë tjetër këtë. Çfarë thoni ju? Kur do të dalësh nga një situatë? Më dhembin këmbët. Të dhembin këmbët. Po ti Rela? Vjen për të vjedh. O Jonida, po kur keni testim, o thoni Jonida, më po dhem dora. ishim për këngët këtë emisioni. Ky emision ishte për këngët, po. Dakor, po çketi? Do t'i them unë këngët. Ta Atëherë. them atë vjershën time? Prit një sekondë se s'kam arritur tek ty unë. Mirë fal, faleminderit kur të duash. E kemi me Po e Pimbin. dashur, po. Ideja është këtu. Të njëjtën gënjeshtër, ju e dini që Pimbi është totalisht një fëmijë gënjeshtar, më fal, një arush gënjeshtar, Të gënjen. por kësaj radhe në festën e abetares, të themi të drejtën, e prishi fare muhabetin dhe unë nuk e prisja. Sa do fillonte vjershën Pimbi,
tha, më dhem barku. Dhe nuk e Dhe iku me vrap, dhe iku me vrap. Nuk ishte gënjeshtër. Atëherë, mirë vjeshën nuk e kishe mësuar, por alfabetin do ta thuash? Do ta thuash atë. Si e? Ku je? Të them vjershën. Jo, Si do se themi djetesh. alfabetin. Do themi alfabetin. Edhe Pandin, për vitin e ri, po. nëse e mbani mend, për shembull Rea, Edea, Tea kanë qenë këtu dhe e mbajnë mend që ai e tha gjysmën e alfabetit dhe gjysmën tjetër e than fëmijët. Dhe më premtoi që në fund të vitit shkollor do ta thoshte të gjithën. Hajde Pimbi, forca. Forca se fëmijët do këndojnë. Forca Po sa shpejt. bukur. Po, ata shumë. B, Forca se janë 36. C, Pumbi jo ti, vetëm Pimbi. 36. Atëherë, A, Një zeri. B, 36. Një zeri do ta themi pak alfabetin bashkë me Pimbin në krye. Niset i Pimbi se përsëri do të ndihmojnë fëmijët. A, Forca. B, C, C, D, E, F, Shpejt rritë. I, J, K, L, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, Sh, T, Th, U, V, Z, Y, Z, Zh. Bravo! E thashësh me Toma. Ulove Pimbi, ulove shumë. Vetëm A, B, C the Pimbi, asgjë tjetër. Në rregull. Po te ata tregoj unë qefin pasaj ty. Në rregull. E dëgjojmë pak vjeshën e Pumbit që kishte për festën e abetares? Forca. Dëgjoni me vëmendje. Po bëjmë duet. Po dëgjoj, interpretoj bukur siç e bëra aty tek festa. Pa. Se më pëlqeu shumë. Forca. Mbi degën e mollës me erdhi një zog. Ciu, më tha të kam shok. A betaren zogu në dorë ma pa. Mëso më dhe mua, të lexoj më tha. Dhe ja filluam që të dy me zë. Ai ciu, dhe unë ABC. Të luntë. Je thjesht e mrekullueshme Pumbi. Atëherë, Faleminderit. do të këndojmë këngën e parë. Më saktë, kompleksi fëmijëve do të këndoj këngën e parë me titull Qyteza. Këngë e Fest 58 në festivalin e fëmijëve. Çojmë në këngë? Po. Atëherë, gati? Fillojmë këngën. Kënga e parë është kënga e Qytezës. Zogi të si
Shumë bukur. Shumë bukur. Ja japi mikrofonin kësaj bukuroshes këtu. Solej Koleci dhe Kevin Bardushi. Është dueti parë që do të performoj tani në shtëpizën tonë të vogël të Pimbit dhe të Pumbit. Solej dhe Kevin, na tregoni pak për emocionet tuaja. Si u ndjet në skenën e teatrit? Forca Solej e para. Shumë bukur. Kishe emocione? Jo dhe aj shumë. Ishte era e parë për ty apo kishe performuar disa herë? Ishte era e tretë për mua. Sa bukur Solej. Ja japi mikrofonin Kevin. Kevin, më trego diçka. Për herë të satë merri pjesë në festival? Për herë të dytë. Për herë të dytë. Si u ndjeve? Mirë. Si lindi ideja për të kënduar bashk? Kush ju zgjodhi? Për Oresti Simaku. Oresti Simaku. Po, për çfarë flet kënga juaj? Për që Macja dhe Qeni duhet të jenë shok dhe jo armiq. Macja dhe Qeni duhet të jenë shok dhe jo armiq. Shumë bukur. Në rregull. Atëherë unë po e prezantoj edhe një herë këta dy bukuroshat, Solej Koleci dhe Kevin Bardushi në këngën e tyre Macja ime. Në skenë për ju. Macja jonë në salon, nis të ziher me qenin ton. Unë kam të një nga një, çfarë bën ti nuk bën asgjë. Nga konflikti u çuti të ngjyshja dhe gjyshim. Dhe përgjigje shpejt i japin macës që kërcen prej natit. Macës që kërcen prej natit. E dashuri kiti mos humbur. Macja jonë në salon, nis të ziher me qenin ton. Unë kam të një nga një, çfarë bën ti nuk bën asgjë. Nga konflikti u çuti të ngjyshja dhe gjyshim. Dhe përgjigje shpejt i japin macës që kërcen prej natit. Macës që kërcen prej natit. E dashuri kiti mos humbur. Kënga e radhës. Ne e dëgjuam dhe herën e parë, por e dëgjuam edhe si soliste, kurse kësaj radhe do ta dëgjojmë edhe si pjesë të korit të qytetës së fëmijëve. Teksti Adriatik Bejko, muzika Adriatik Bejko, orkestrimi Adriatik Bejko, këndon Edea Cipi me këngën Vallëzoj me kafshët. Forca, vallëzoj me kafshët. Skena për ty Edea. Forca Edea.
Sa bukur, kjo ishte këngë për Ari unë. Ishte për të gjitha kafshët të kërcenin valle, apo jo? Valle me kafshë. Valle me kafshët. Rajla ka një këngë shumë të bukur që titullohet Jeta ime. Rajla, kush të thot ty jeta ime? Mami dhe babi. Mami dhe babi të thonë jeta ime. Kjo këngë kujt i dedikohet? Do me thënë këtë këngë që ti këndove në festival, kujt ja kushtove? Familjes time dhe profesorit. Shumë bukur. Është kënga Jeta ime nga Rajla Medolli. Për ty e dashur. Në mëngjes kur dielli tel, gjithçka ngjan si ëndër. Era ledha ton kudo, te ti shkëmson val. I them ditës jemja, i them tokës të dua shumë, i them diellit jemi, njerëz gëzoni si unë, i them ditës jemja, i them tokës të dua shumë, i them diellit jemi. Pimbi Pumbi, atet e prezantimi fëmive, Rajlës i bët shumë komplimenta për fustanin ju, apo se ishin shokët tuaj atet e fustani? Edhe këngën e kishte fantastike. Kishte shumë të bukur. Radhën e ka Erdio dhe Matisa. Erdio, çojmë në këmbë dashur që të dukesh përpara kamerës, eja këtu përpara meje, se në fundit do dalesh të këndosh. Erdio, kishe emocione kur këndove këngën tënde? Jo shumë. Për herë të sa të merri pjesë në festival? Era e parë, të lumt. Matisa, eja dhe ti këtu e dashur. Ja japim pak mikrofonin tjetër Matisës. Matisa, si u ndjeve ti kur hyre prirt në skenë? Shumë mirë. Si lindi kjo dëshira për të bërë një duet së bashku? Për të bashkëpunuar? Po, nga dëshira e profesorit. Profesori u zgjodhi dhe e dinte që ju kishit talent, kishit përputhje dhe zgjodhi një këngë të bukur për ju. Kënga titullohet Gëzo fëmirin. Gëzo fëmirin. Ta gëzoni gjithmonë fëmirin, sepse ne sapo kaluam dhe një qershorin. Qyteta ishte plot me fëmijë, gjithë qyteti ishte një festë dhe ku ka më bukur se sa fëmijët të gëzojnë fëmirin. Urdhëro mikrofonin, skena e vogël për ju.
se erdhe në jetën time, ti e lulja e pare syve t'mi. Mirë se erdhe ti, mirë se erdhe, pranvera ime në zërin tim. Jam e lumtur, kam zgjuar ëndrat, ëndra zërë në yjet kur shkoj në val. A jam në fluturim, a dielli në zgjim. Hello, do you speak English? Come stai? Ik libertis. Mirë se erdhe në jetën time, ti e lulja e pare syve t'mi. Mirë se erdhe ti, mirë se erdhe, pranvera ime në zërin tim. Jam i lumtur, kam zgjuar ëndrat, ëndra zgjon në yjet ku shkoj në val. A jam në fluturim, a dielli në zim. Hello, do you speak English? Come stai? Ik libertis. Flutra, flutra, ti jetra ime, ëndra e art, këndra shurie. Flutro, flutro, me zë famiri, gjizërat janë kur busqesh. Flutro, flutro, ti jeta ime, ëndra e art, këndra shurie. Flutro, flutro, me zë famiri, gjizërat janë kur busqesh. Mirë se erdhe në jetën time, ti e lulja e pare syve t'mi. Mirë se erdhe ti, mirë se erdhe, pranvera ime në zërin tim. Jam e lumtur, kam zgjuar ëndrat, ëndra zërë në yjet kur shkoj në val. A jam në fluturim, a dielli në zgjim. Hello, do you speak English? Come stai? Ik libertis. Mirë se erdhe në jetën time, ti e lulja e pare syve t'mi. Mirë se erdhe ti, mirë se erdhe, pranvera ime në zërin tim. Jam i lumtur, kam zgjuar ëndrat, ëndra zgjon në yjet ku shkoj në val. A jam në fluturim, a dielli në zim. Hello, do you speak English? Come stai? Ik libertis. Flutro, flutro, ti jetra ime, ëndra e art, këndra shurie. Flutro, flutro, me zë famiri, gjizërat janë kur busqesh. Flutro, flutro, ti jeta ime, ëndra e art, këndra shurie. Flutro, flutro, me zë famiri, gjizërat janë kur busqesh. O Jonida, sa këngë bukur. Po dhe sa bukur e këndovim Sa Martisa dhe Enio. Po e sa shikoja. fjalë të bukura, më fal që të ndërpreva. Po ne u emocionuam shumë, ju Po, lutem. të gjitha këngët e fëmijëve dhe të puntatës së parë, por dhe të kësaj radhe Shumë kanë qenë bukura, vërtet shumë shumë të të bukura. bukura, ju Dhe ishe lutem. veshur si xixëllonjë dhe shkëlqeje. Shumë urime dhe ta kesh jetën dhe rrugën sa më të gjatë në muzikë. Sa Mbaj mend që teksti i këngës javën e kaluar ne do ta kemi përsëri dhe mbaj mend që Lepurushi nuk e kishte festuar ditëlindjen sepse dhia kishte ngrënë ftesat, apo jo Abigaila? A që nuk na fson me tortë. Po, dhe nuk e hangën dot as torta. Po. Ka ditëlindjen Lepurushi. Abigaila Shaqolli do ta këndoj dhe ju të gjithë shoqërojeni në kompleks këndoni bashkë me Abigailan, sepse Lepurushi ishte shumë i mërzitur, apo jo? Forca të gjithë.
Mirkeci e ngri, po ti Pimbi ke ngrënë ndonjë ftesë? Mua s'më bjerë edhe ta mjalë kjo ta ftesë pastaj. Po që do t'i ngri këngën tënde ta betares, që do? Ajo ishte një tjetër histori se Ishte tjetër, ajo s'quhet, ë? Po e dinja nga fundi, E di nga fundi, pa ma thuaj pak fundin? Si gjysma e fillimit. Si gjysma e fillimit. Po, gjysma e fillimit? Asja, do të thotë që s'kishte kuptuar asgjë. Gjithsesi, ju fëmi bëni lojra? Po shoqeve u thoni eja të lozim? Kështu thot edhe Rea në këngën e saj, apo jo, eja të lozim. Forca Rea, eja të lozim, teksti Elona Gjergo, muzika Anthulla Tili, orkestroi profesori që kishim në pjesën e parë, Zhani Llogori, dhe mos harrojmë që Rea mori dhe një çmim. Rea ishte çmimi? Nota e artë, çmimi i diasporës, sepse teksti është shkruar nga një zonjë shumë e njohur për të gjithë, Elona Gjergo. Faleminderit profesor Zhani për orkestrimin dhe eja të lozim të gjithë me Rean. Forca! Shoqet më thërasin dhe në loj më ftojnë. Eja të lozim, dhe bore bardhë po në thëret. Eja të lozim, vimrine po në pret. Po në pret. Eja të lozim. Pa telefon dhe pa internet. Jam gati, unë të luajmë. Sa më shumë të luani, sa më pak telefon, sa më pak internet. Po. Atëherë, përveç fëmijëve të cilët kënduan, un kam dhe fëmijë të tjerë të cilët kanë shoqëruar të gjitha këngët që u kënduan sot në këtë puntat të Pimbit dhe të Pumbit. Por të gjithë fëmijët do të bëjnë nga një përshëndetje, sepse ka dhe nga ata që nuk u dukën aty te skena e vogël përpara, po e nisim me ty e dashur. Çohemi në këmbë dhe bëjmë një përshëndetje ose vjerë çfarë të duash. Qëndrojmë atje ku jemi, shohim te kamera përballë. Përshëndetje. Kë do përshëndesësh? Unë përshëndes mamin dhe babin tim dhe vëllezërit e mi. Në rregull, ja japi mikrofonin shokut tënd. Forca, çohemi në këmbë dashur që atje ku je. Unë do përshëndes familjen time. Quhem Francesca. Në rregull, ja japim mikrofonin një shoqe e cila është veshur si qielli me yjet. Unë përshëndes familjen time. Dgjoj. Po vajtët në qyteza, ai profesori që e lavdëruat, do t'ju shaj. Përshëndes profesorin tim, mësuesin dhe mësueset në shkolla. Të lumt.
Ma jep mikrofonin. Prit. Kemi këtë bukuroshen këtu e cila është veshur me lulet e pranverës. Forca e dashur. Unë përshëndes familjen time dhe profesorin. Shumë mirë. Kam një kësulkuqe rokere. Edhe pimbin. Patjetër dhe ju. Kapin një qik kamera, shikoj. Kësulkuqe po rokere. Si e ke emrin ti dashur? Unë quaj Morinda. Morinda, çfarë do të më thuash sot? Një vjesht, një përshëndetje, çfarë të kesh qef ti? Një përshëndetje. Një përshëndetje, forca këtë përshëndesi. Unë përshëndes familjen time, profesorin dhe mësuesen. Të lumë. Edhe pimbin. Po. Çojmë bukuroshe, Edhe pumbin. Edhe pimbin dhe pumbin. Mos harro ti përshëndesësh ata të dy. Lady në red, po kjo është Lady në pink. Unë përshëndes familjen time, profesorin, mësuesin dhe pimbin dhe pumbin. Të loja sa na i bëj qefin. Ja japi mikrofonin bukuroshes këtu. Shumë duar bosh na përshëndeti pa mjaltë. Ti. Mendjen aty e ke më pimbin. Mendjen aty e ke, forca zemësh. Unë përshëndes familjen time, kush po shikon, edhe profesorin. Të lumë. Ja japi mikrofonin shokut. Çojmë bukurosh. Unë përshëndes familjen time dhe pimbin dhe pumbin. Të lumë. Bravo. Në rregull. Bravo, të lumë, faleminderit shumë. Jo më kote lash një vajzë për në fund. Kini mendjen ju të dy. Po. Edhe mua ma tha kur fillovim se po. Kjo është Flavia, jo nuk të ka sjell gjë. Kjo është Flavia, e cila do të bëjë një përshëndetje. Flavia me sytë e kaltër, me një veshje të kaltër, bëm një përshëndetjen, pastaj kam unë një gjë për të thënë. Unë përshëndes familjen time, profesorin dhe mësuesit që po më shohin nga shkolla. Të lumë, cila shkollë dashur? Unë jam në Deftata Shkokocë. Në Deftata Shkokocë. Jeni ndonjë vegël muzikore? Jo. Jeni në kanto? Për momentin mund të futem në klasë 6 në flaut. Në flaut. Shumë bukur. Atëherë, jo më kote lash Flavian për në fund, sepse Flavia sot bën 12 vjeç. Sa bukur, dam tortë. Do t'ja këndojmë të gjithë këngën e Flavias. 1, 2, 3. Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime për Flavia, shumurime për ty. Bravo Flavia. Edhe 100 bukur. Edhe 100. Faleminderit. Atëherë, ja dhe Flavias ja kënduam këngën e ditëlindjes dhe ne do të kalojmë, jemi afër fundit e emisionit për ditën e sotme dhe ne do të kalojmë tek ajo pjesa që të gjithë vogëlushët e presin, tek pralla. Na lodhe pimbi. Pralla me nëna Monën e ndjekim. Sa shpejt kalojnë këto të shtunat? Dhe unë jam këtu midis jush. Dhe ju jeni me mua. Si kaluat? U kënaqët? U argëtuat? Po, mos harroni dhe prallësën që ju pret. Me shumë kënaqësi do t'rregoj dhe sot prallën. Dhe a e dini si titullohet pralla e sotme? Bambi. Besoj se e njihni si personazh. Atere, nëna Mona po filloj ta tregoj. Më dëgjoni me vëmendje. Pranvera sa po kishte trokitur. Një mëngjes në pyll lindi një drej hishëm që e quajtën Bambi. Të gjitha kafshët e pyllit u mblodhen për të kremtuar lindjen e drenushit. I ati Bambit ishte princi i madh i pyllit, ishte dreri më i fuqishëm. Bambi i vogël lidhi miqësi me Ketrin, me lepurushin e me kafshët të tjera të pyllit. Por ajo, çka ja kishte më shumë ënda Bambit, ishte që të luante me kushërinjtë e tij, Gobon e Falinën, me të cilët rrente në pyll dhe nuk lodheshe fare. Filloi të binte dëbor. Pylli u vesh me shtrojen e dëborës. Po ja, në këtë moment, behën gjaktarët, të cilët shtinin mbi çdo qenie të gjallë që u zinte syri. Dhe kështu,
plagosur për vdekje dhe nënën e Bambit. Në të dalë të dimrit, Bambi ishte rritur dhe i kishin dalë dhe bërirët. E me gjithatë, a i ndjente shumë mungesën e nënës, e merte malli për nënën e tij. I ati, princi i madh i pyllit, kujdesej çdo ditë për të. A i mësoj Bambi të shquante të gjitha aromat, bimët dhe tingujt e pyllit. Kur erdhi pranvera, Bambi ishte bërë një dre i pashëm, një dre shumë i bukur. Po kështu ishte rritur dhe shoqja e tij, Falina, dhe Bambit i dukej si drenusha më e bukur në botë. Një ditë, një zjarr i madh përfshiu të gjithë pyllin. Ua, zjarr, zjarr, zjarr! Të gjitha kafshët vrapuan të tmerruara për të shpëtuar nga zjarri. Bambi, së bashku me tjatin princin e pyllit, ndihmonin kafshët që të shpëtonin dhe të largoheshin sa më parë. Ata i drejtuan kafshët për nga lumi. Asnjë dren nuk u lëndua, asnjë kafsh nuk u lëndua. Vitet kaluan, ja erdhi dita që Bambi u bë princi i madh i pyllit. Ai, tok me Falinën e tij të dashur, vigjelonin mbi një shkëm të lartë, edhe ruanin gjithë kafshët e pyllit. Drenushi ishte shndruar në një princ të vërtet. Ja dhe prallëza jon për sot mbaroi. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Atëre e kam përsëritur disa herë. Duhet ta ndihmojmë shoku shokun në rrezik e në nevojë. Edhe kur është mirë, duajeni njëri tjetrin, ndihmojeni njëri tjetrin. Po mos harroni me gjë se jeni të vegjël, ndihmoni edhe prindrit dhe gjyshrit në shtëpi. E pra, mirupafshim dhe për sot. Takohemi të shtunën tjetër. Ju dua shumë, ju kam thellë në shpirtin dhe në zemrën time. Mirupafshim, mirupafshim. Të lumt Nuna Mona për pravën e bukur që na ke treguar edhe në këtë puntat të Pimbit, Pumbit dhe Miqtë Vegjël. Ju pëlqeu prralla? Po! Atëherë, unë po ju kujtoj që jemi në datën 7 qershor. Pa nga pak, në fund të muajit qershor, ne të mbyllim sezonin e emisionit Pimbi, Pumbi dhe Miqtë Vegjël. Me Pimbin, Pumbin dhe me Tean, ne kemi dalë bëjmë ca xhiro të vogla në përqytet, atje ku shumë fëmijë po festojnë si festat e 1 qershorit, ashtu dhe festat e abetares. Në puntatën e fundit të këtij emisioni, ne do të bëjmë një buqet shumë të bukur me të gjitha aktivitetet që janë zhvilluar në qytetin e Korçës. Por jo vetëm me vogëlushët e kopshteve apo të klasave të para, por dhe me pjesë të tjera, nga gjimnastika, nga sportet e ndryshme që zhvillohen në Korçë, dhe do të kemi një buqet të bukur. Të gjithë ju mësues, të cilët keni dëshirë të cilin në një video të shkurtër të festës suaj të abetares, apo se si e keni kaluar dhe organizuar 1 qershorin me fëmijët tuaj, jeni të lutur ta dërgoni në inboxin e RTS Korçës. E sigur që ne do të bëjmë një buqet shumë të bukur me lule për t'u udhëruar të gjithë fëmijëve në puntatën e fundit të këtij emisioni. Kështu që jemi afër fundit, të gjithë ju mësuese që doni të sillni klasën tuaj në këtë emision, jeni të mirëpritura dera jon e shtëpisë son të vogël në Pimbi, Pumbi dhe Miqtë Vegjël është gjithmonë e hapur për ju. Atëherë, japim një përshëndetje për të gjithë fëmijët që na kanë në këtë emision. Përshëndetje. Mirupafshim dhe kalofshim mirë, jemi të shtunën e ardhshme, kalofshi bukur, jemi në stinën e verës, jemi në qershor.